ka marrë përsipër gabimin, e ka marrë përsipër kritikën, e ka marrë përsipër komplimentin, i ka marrë përsipër të gjitha gjyrat e mia. Mos t'u trego arrogante me person e kam përqafuar veten time dhe kam dashur dhe pranuar veten time. Prandaj kjo mua më bën një hap më para. Hajde ma thuj para. Unë nuk mund të jem fake. Nuk mund të jem me limite. Limitet e mia i vendos unë. Unë nuk kam komplekse nga vetja ime. Nëse ty t'u kanë duk fake, mundesh me ardhe me ma thonë që t'u duken fake. Absolutisht, unë po flas për veten time. Ti thua mos e bëj këtë, mos e bëj këtë, mos e bëj këtë. Unë po të them, të ngel hatri. Unë ngel hatri, po jo, me Burkina se ke ti atë potencial, as atë fuqi të jeta ime, me ngel mua hatri. Unë ty të kam përballë në garë dhe për të tillë për të dalë përballë. Unë po të them, përballë Selinit e ke qëndrimin e gabuar, sepse Selini nuk ka komplekse me veten e vet. Selini pranon edhe dashuron dhe e përqafon edhe ndihmon veten e vet për të gjitha ngjyrat që ka. Të njëjtën gjë që ti nuk e bën. Ti nuk e bën. Edhe ti ball për ball, mos hidh kunjat e juela, pa hajde ball për ball. Bravo, dhe unë i thash ti Rogert mos u bëj një briken e dytë. Ti thua Juelës mos u bëj Selini e dytë. Unë i them Rogertit mos u bëj briken e dytë. Ti përpara se ta agravosh me mua do të falenderosh që nuk po përfitesh vetëm për marrëdhënien. Shumë i shikon. Gjestet e Selini nuk i shpëton asgjë. Jo mirë, po asnjë këtu brenda. Unë ty e dashur gjestet e tua përveç se asnjë nuk më shpëton. Kupton? Edhe kur çifesh edhe nuk gjehesh dhe flet pa mikrofon. Asnjë nuk më shpëton. Kam dashur të rezervoj për arsyet e mia. Selini nuk i shpëton askujt që është brenda atyre faqeve të murit. Selini e ka nivelin e intelektit të tillë saqë e din ku është futur. Selini e din ku është futur. Unë nuk jam futur për të ekspozuar veten time. Nuk jam as e bukur, s'kam as forma trupit të bukura, po kam një nivel inteligjence që jam shumë krenare për ai sa e kam dhe mundohem ta zhvilloj. Dhe ky është vendi perfekt për ta zhvilluar. Dhe të thash, është shumë kollaj, akoma nuk kam gjetur një njeri për të ngjit shkallët dhe për të patur frikë për të përballë. Ju të gjithë jeni një standard. Më vjen keq. Unë këtu nuk kam marrë me bolojat pahishme. Nëse jo, si as jam ju. Tash nuk kam gjetur një person që të ngjit shkallët dhe të kem frikë se si do debatoj me të. Nuk thash jam mbi ju, jam njësoj me ju, po ama me ty e gjej kollaj se s'bres shkallët për të përballë me ty. Po të kundërtën tënde se kam gjetur akoma këtu brenda që të kem nevojë të ngjit shkallët edhe të mendohem dy herë se si po replikoj. Se kam gjetur akoma.